Palestinezët në Gaza kanë përjetuar një natë pa zhurmën e aeroplanëve, dronëve dhe shpërthimeve nga sulmet shkatruese izraelite. E vetmja gjë që qëndron pezull mbi Gaza sonte është shpresa. Asnjë dron, asnjë bomb, asnjë qiell portokalli. Vetëm heshtje, një tingull kaq i rrallë këtu, saqë pothuajse ndihet I çuditshëm. Ka deklaruar për Al Jazeera Hind Houdari. Jemi të sigurt, fëmijët tan janë të sigurt. Jemi mbledhur me bijtë dhe bija tona në paqe. Është mirë, deklaroi një burr palestinez. Në kampet e improvisuara të mbushura me njerëz në të gjithë Gazën jugore, familjet që janë zhvendosur vazhdimisht më në fund po gjejnë një moment qetësie. Frika brenda nesh është zhdukur dhe tani mund t'i shohim të dashurit tan, familjet tona, fëmijët dhe miqt që janë ende gjallë, deklaroi një palestinez tjetër. Në Gaza, autoritetet po bëjnë përpjekje për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Rreth 1200 misione mjekësore, më shumë se 850 misione shpëtimi, 900 misione shërbimi për të restauruar linjat e ujit dhe kanalizimeve. Janë kryer edhe afërsisht 700 misione humanitare për shpërndarjen e pakove ushqimore. Autoritetet paralajmërojnë për praninë e objekteve metalike të rrezikshme pranë ndërtesave të shkatruara. Ata bëjnë thirrje për kujdes për të parandaluar lëndimet e civilëve, ndërsa mijëra njerëz kthehen në zonat e kontaminuara, shumë prej të cilëve kërkojnë edhe trupat e të afërmve të mbetur në rrënoja. Shërbimi I OKB-s për veprimet kundër minave, I cili vlerëson se mbi 200.000 ton municione të papërplasura mbeten në Gaza dhe mund të duhen deri në një dekadë për t'i pastruar.